Trashëgimtarja lëngonte ditë pas dite, ndërsa të gjithë besonin në sëmundjen misterioze. Por shërbyesja vuri re frikën në sytë e vajzës sa herë që merrte ilaçin blu, dhe kur gjeti një faturë të fshehur, zbuloi se ai nuk shëronte, vriste. E vërteta ishte një vrasje e ngadaltë brenda mureve të shtëpisë. Nëse ju pëlqejnë histori si kjo, ndiqeni deri në fund, abonohuni në këtë kanal dhe lini komentin tuaj duke na treguar se nga cili qytet na dëgjoni. Vapa e gushtit në Tiranë e shndërronte pronën Kodra e Diellit në një ser luksoze, ku kondicionerët zhurmonin pa pushim nëpër korridoret me mermer të importuar. Zonja Fatime fshinte duart në përparsen e bardhë, ndërsa vështronte nga dritarja e kuzhinës rreth e erëta që grumbulloheshin në horizon. 32 vjet ja kishte kushtuar asaj familjeje, që kur zotëria i vjetër Berisha ishte ende gjallë dhe prona merrej me rritjen e gjedhëve të mishit me çmime. Tani, prona ishte vetëm një streh fundjave për djalin e tij, Ardian Berishën, një biznesmen që kishte ndërtuar një perandori teknologjike dhe që rrallëherë shkelte në tokën pjellore që dikur kishte ushqyer të parët e tij. Shtëpia e madhe ishte rinovuar 3 herë në 10 vitet e fundit, çdo herë më imponuese dhe më e ftohtë, duke humbur atë erën e kafes së zier dhe kekut të sapopjekur që Fatimja e lidhte me kohët e lumtura. Mobiljet e vjetra prej druri are ishin zëvendësuar me pjesë të dizajnit italian, dhe muret që dikur shfaqnin portrete familjare, tani mbureshin me vepra arti bashkëkohor që Fatimja as nuk i kuptonte, as nuk bënte sikur i pëlqente. Por ajo që e shqetësonte më shumë nuk ishte dekori, ishte heshtja. Një heshtje e rëndë dhe jo natyrale që ishte instaluar që kur zonja Valentina kishte hyrë në jetën e Ardianit, pothuajse 2 vjet më parë. Fatime u ngjit shkallëve duke mbajtur një tabaka me lëng portokalli të freskët dhe pogaçe të ngrohta. Hapat e saj njinin çdo shkallë, çdo dëras që kërciste, çdo kthes të asaj shtëpie të madhe. Kur arriti në katin e dytë, ndaloi para derës gjysmë të hapur të dhomës kryesore. Aty brenda, e shtrirë në një krevat me baldakin që dukej se e përpinte, ishte Elira, vajza e vetme e Ardianit. Vajza 17 vjeçare që Fatimja e kishte ndihmuar të rritej, që vraponte zbathur në përpemishte dhe kalëronte pelën e saj çdo fundjavë, tani ishte një hije e zbeth e vetvetes. Elira ishte zgjuar, por sytë e saj ngjyrë bajame dukeshin të palvizshëm, të ngulitur në tavanin e punuar me gips. Lëkura e saj, dikur e nxirr nga dielli i fshatit, kishte një zbeje pothuajse transparente. Flokët e gjatë gështenjë, që gjithmonë i mbante lëshuar, ishin mbledhur në një topuz të çrregull. Fatimja ndjeu shtrëngimin e zakonshëm në gjoks, atë ankth që e shoqëronte prej muajsh, që kur vajza kishte filluar të dobësohej pa ndonjë shpjegim të dukshëm. Mirëmëngjes, lulja ime, të solla mëngjesin, tha Fatimja me një gëzim të sforcuar, duke vendosur tabakan në komodinën anësore. Elira ktheu kokën ngadalë, sikur lëvizja të kërkonte një përpjekje herkuliane. Buzët e saj lëvizën, duke formuar një buzëqeshje të dobët. Faleminderit, Fatime. Ti gjithmonë kujdesesh për mua. Kujdestarja rregulloi jastëkët dhe e ndihmoi vajzën të ulej. Elira dridhej lehtë, duart e saj të holla dhe delikate mezi mbanin gotën e lëngut. Fatimja vëzhgoi fshehurazi rrathët e zinj poshtë syve, brishtësinë e shpatullave që dikur ishin të forta nga noti në pishin. Si mund të ishte shndërruar një fëmijë kaq plot jetë në këtë gjendje në vetëm 6 muaj? Dera e dhomës u hap me një lëvizje të butë dhe të llogaritur. Valentina Hoxha hyri me elegancën e një modeleje pasarele, takat e saj të larta kërcisnin në dyshemen prej druri. Ajo ishte 38 vjeç, 15 më pak se Ardiani, dhe ishte tipi i gruas që tërhiqte vëmendjen në çdo mjedis. Flokët bjond, të drejtuar në mënyrë perfekte, i binin mbi supe, grimi i patëmet theksonte sytë blu që dukeshin si akull. Kishte veshur një fustan prej liri bezh që kushtonte më shumë se paga vjetore e Fatimes. Fatime, unë e mbarova këtu, mund të largohesh, tha Valentina me një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. Elira duhet të marrë ilaçet dhe të pushoj. Doktor kujtimi ishte shumë i qartë për rëndësinë e privatësisë gjatë trajtimit. Kujdestares i vlonte gjaku, por e ruajti qetësinë. Më falni, zonjë. Nëse ke nevojë për diçka, Elira, vetëm më thirr. Duke dalë, Fatimja nuk e mbylli plotësisht derën. Qëndroi në korridor duke bërë sikur rregullonte një vazo me lule mbi komo, por duke ruajtur një kënd shikimi brenda dhomës. Pa Valentinën t'i afrohej krevatit me një tabaka argjendi ku ndodhej një shishe qelçi blu e errët dhe një lugë argjendi. Njerka u ul në cep të dyshekut, zëri i saj i ëmbël dhe mjalt.
E dashura ime Elira, erdhi koha për trajtimin tënd. Doktor Kujtimi e ka përgatitur personalisht këtë formulë speciale. Është e importuar nga Zvicra, e di. Kushton një pasuri, por babai yt nuk kursen asgjë për shërimin tënd. Elira shikoi shishen me një shprehje që Fatimia nuk arriti ta deshifronte plotësisht. Ishte frikë, dorëzim. Vajza hapi gojen butësisht si një fëmijë i bindur dhe Valentina i derdhi 2 lugë nga lëngu i trash dhe i errët. Fatimia vuri re se si duart e Elirës u shtrënguan në çarçaf, se si frymëmarrja e saj u bë më e shpejtë, se si një lot i vetmuar i rrëshiti nga cepi i syrit. Ja, e bukura ime. Tani pusho. Do të kërkoj të ulin grilat. Drita e fortë nuk të bën mirë në këtë gjendje. Valentina u ngrit dhe eci drejt derës. Fatimia u largua shpejt duke bërë sikur rregullonte vazon, por jo para se e zonja e shtëpisë të vinte re praninë e saj. Sytë blu u ngushtuan për një fraksion sekonde, pastaj buzëqeshja profesionale u kthye në fytyrë. Fatime, duke filluar nga tani, dua që të shmangësh hyrjen në dhomën e Elirës pa u thirrur. Vajza ka nevojë për pushim absolut. Çdo shqetësim mund ta përkeqësoj gjendjen e saj. U kuptua? Po, zonjë, përshpëriti Fatimia duke ulur syt. Por edhe duke ulur syt, kujdestarja nuk ishte budallaqe. Ajo e kishte rritur Elirën që kur nëna e vajzës ishte larguar, kur vogëlushja ishte vetëm 5 vjeç. Teuta, gruaja e parë e Ardianit, kishte qenë një grua e ëmbël dhe e butë që i trajtonte punonisit si familje. Largimi i saj i papritur, vetëm 6 muaj pas diagnozës së një sëmundjeje të rrallë të gjakut, kishte lënë një zbrazëti të madhe në atë shtëpi. Ardiani ishte zhytur në punë, duke udhëtuar vazhdimisht dhe i takoi Fatimes të mbushte rolin e nënës zëvendësuese. Elira ishte rritur nën kujdesin e saj, një vajzë e gëzuar dhe ekspansive, inteligjente dhe e dashur. Studionte në një nga gjimnazet më të mira të Tiranës, kishte shoqe, merrej me sport, i binte kitarës. Pastaj, 6 muaj më parë, gjithçka ndryshoi. Filloi me një lodhje të pashpjegueshme, pastaj erdhën dhimbjet e kokës, humbja e oreksit, dobësia në këmbë. Ardiani, i dëshpëruar, angazhoi mjekët më të mirë të Tiranës. Bën 10 analiza, të gjitha pa rezultat. Atëherë Valentina, e cila në atë kohë ishte ende vetëm e dashura e re e Ardianit, sugjeroi doktor Kujtim Gashin. Kujtim Gashi ishte një mjek që e vetë shpallte veten specialist për sëmundje të rralla dhe trajtime alternative. Kishte një klinik luksoze në zemër të bllokut dhe një listë klientësh nga shoqëria e lartë tiranase. Ai e diagnostikoi Elirën me një gjendje autoimune të rrallë, diçka me një emër të komplikuar që Fatimia nuk arrinte ta shqiptonte. Sipas tij, vajza kishte nevojë për një trajtim eksperimental ekskluziv, të përgatitur posaçërisht për rastin e saj. Ardiani, duke parë vajzën të shuej para syve të tij, pranoi pa pyetur. Trajtimi kishte filluar 3 muaj më parë, dhe që atëherë Elira vetëm ishte përkeqësuar. Vajza që dikur ecte nëpër korridore, tani mezi ngrihej nga krevati. Pesha e saj kishte rënë në mënyrë drastike, flokët po humbnin shkëlqimin dhe kishte ditë kur ajo dukej e hutuar, sikur të ishte në një gjendje përgjumjeje të përhershme. Fatimia i kishte sugjeruar Ardianit të kërkonte një mendim të dytë, por Valentina gjithmonë ndërhynte, duke thënë se ndërrimi i mjekut në mes të trajtimit do të ishte i rrezikshëm, se ishte normale përkeqësimi para përmirësimit, se shkenca moderne kërkonte durim. Dhe Ardiani, i verbuar nga dashuria për gruan e re dhe i dëshpëruar për vajzën, besonte çdo fjalë. Fatimia zbriti shkallët ngadalë, mendimet e saj një vorbull shqetësimesh. Kaloi pranë dhomës së ndenjes, ku fotot e Elirës së shëndetshme ende dekoronin raftet, duke buzëqeshur pranë babait të saj në udhëtime në plazh, në diplomimin e shkollës 9 vjeçare, në gara noti. Kujdestarja ndaloi para një fotoje të veçantë, Elira në moshën 15 vjeç, hipur mbi pelën ylli, me një trofe në dorë dhe një buzëqeshje rrezatuese. Kjo kishte ndodhur vetëm 2 vjet më parë, por dukej si një jetë e tërë. Dera e përparme u hap dhe Ardiani hyri duke mbajtur një çantë lëkure dhe celularin ngjitur në vesh. Ai ishte 46 vjeç, por dukej një dekadë më i vjetër. Flokët e zinj kishin filluar të zbardheshin në tëmtha, rrudha të thella i shënonin ballin dhe shpina e tij përkulej në peshën e padukshme të shqetësimit. Ai ishte një burr i pashëm, i gjatë dhe i fortë, por kohët e fundit dukej si një gjigant i mposhtur. Po, e konfirmoi takimin për të martën. Jo, nuk do të udhëtoj këtë muaj. Duhet të qëndroj.
pran vajzës sime, thoshte ai në telefon, zëri i tij i thellë dhe i lodhur. Fatimia u afrua. Zoti Ardian, mund t'ju përgatis një kafe? Ai mbylli telefonin dhe shikoi kujdestaren me sy që luteshin për përgjigje. Të lutem, Fatime. Dhe më thuaj, si është Elira ime sot? Njësoj, zotëri. E dobët, shumë e dobët. Ardiani kaloi dorën nëpër fytyrë duke fërkuar sy. Mjekët thonë se kështu është. Trajtimi është agresiv, por është shansi i saj i vetëm. Po të mos ishin doktor Kujtimi dhe Valentina që këmbëngulin kaq shumë, unë do të kisha hequr dorë. Por ata kanë besim se do të funksionoj. Fatimia kafshoi gjuhën. Donte të bërtiste se diçka nuk shkonte, se kjo nuk ishte normale, se asnjë trajtim nuk duhet ta linte një person kaq të dobësuar. Por çfarë mund të thoshte? Ishte vetëm një kujdestare, një grua e thjesht nga fshati që nuk merrte vesh nga mjekësia. Kush do ta besonte atë kundër një mjeku të njohur? Do të drekoni në shtëpi sot? Po, Valentina ka përgatitur një drekë speciale. Është për vjetori ynë i parë i martesës. Fatimia tundi kokën dhe shkoi në kuzhinë. Martesë. Ardiani dhe Valentina ishin martuar në një ceremoni intime në vetë pronën, vetëm 4 muaj pasi kishin filluar të dilnin. Gjithçka kishte ndodhur shumë shpejt. Shumë shpejt, sipas mendimit të Fatimes. Por Ardiani ishte i vetmuar në nevojë për afeksion dhe Valentina dinte saktësisht çfarë të thoshte, si të vepronte, ku të prekte për ta pushtuar. Ajo ishte prezantuar si një vejush e suksesshme, pronare e një butiku me rroba importi, e sofistikuar dhe e edukuar. Dukej si shoqëruesja perfekte për një njeri biznesi. Por Fatimia kishte instinktet e saj të mprehura nga dekada vëzhgimi të heshtur. Dhe instinktet e saj bërtisnin se kishte diçka thellësisht të gabuar me Valentina Hoxhën. Mënyra se si ajo e shikonte Elirën kur mendonte se askush nuk po e shihte, një vështrim i ftohtë dhe llogaritës. Mënyra se si gjithmonë gjente justifikime për ta larguar Ardianin nga Ebia, duke sugjeruar se prania e tij e bënte vajzën anktioze dhe pengonte shërimin. Bisedat e përshpëritura në telefon që ndërpriteshin befas kur dikush hynte në dhomë. Fatimia filloi të përgatiste drekën duke prerë perime për një supë të lehtë. Duart e saj punonin automatikisht ndërsa mendja i endej. Ajo kujtoi kur Elira mbushi 17 vjeç, 3 muaj më parë. Festa kishte qenë e vogël dhe e heshtur, vetëm familjar të afërt dhe disa miq nga gjimnazi. Vajza Mezi kishte arritur të frynte qirind, e mbështetur nga kujdestarja. Valentina kishte filmuar gjithçka me celular, duke buzëqeshur ëmbëlsisht, por Fatimia kishte kapur një shkëlqim të çuditshëm në ata sy blu. Kënaqësi? Pa durim? Pas festës, Fatimia kishte dëgjuar pa dashje një bisedë midis Valentinës dhe doktor Kujtimit në zyrë. Dera ishte gjysmë e hapur dhe kujdestarja po kalonte nëpër korridor duke mbajtur peshqir të pastër. Zërat ishin të ulët, pothuajse përshpërima, por ajo kishte arritur të kapte disa fjalë: fond mirëbesimi, 18 vjeç, transferim pasurie. U përpoq të dëgjonte më shumë, por Ardiani u shfaq në korridor dhe ajo duhej të vazhdonte rrugën. Fond mirëbesimi. Fatimia e dinte se çfarë ishte kjo sepse Teuta, nëna e Elirës, ja kishte treguar vite më parë, kur ishte ende gjallë. Gruaja e parë e Ardianit vinte nga një familje tradicionale pronarësh tokash dhe kishte trashëguar një pasuri të konsiderueshme nga prindërit e saj. Kur ishte martuar me Ardianin, ende para se ai të pasurohej, ajo kishte këmbëngulur të krijonte një fond mirëbesimi për Elirën, të ndarë nga pasuritë e çiftit. Paratë do të liroheshin kur vajza të mbushte 18 vjeç. Teuta donte të siguronte që Ebia të kishte pavarësi financiare, pavarësisht se çfarë do të ndodhte. Elira do të mbushte 18 vjeç saktësisht pas 3 muajsh, në fillim të marsit. Një mendim i tmerrshëm filloi të formohej në mendjen e Fatimes, por ajo e largoi shpejt. Nuk mund të ishte. Ishte çmenduri të mendoje këtë. Valentina mund të ishte e ftohtë dhe llogaritse, por jo deri në atë pikë sa t'i bënte keq një fëmijë të pafajshëm. Dhe doktor Kujtimi ishte një mjek i respektuar. Jo, ajo po imagjinonte gjëra, duke lënë shqetësimin t'i turbulonte gjykimin. Por ndërsa përziente supën në sobë, Fatimia nuk mund të largonte imazhin e Elirës duke gëlltitur atë lëng të errët, lotin që i rrifte në fytyrë, dridhjen në duart e saj. Dhe nuk mund të harronte vështrimin e kënaqësisë në sytë e Valentinës sa herë që vajza përkeqësohej pak më shumë.
Pasditjara mbi pronën kodra e diellit duke sjell shiun që ret premtonin që herët. Stuhia godiste xhamat me furi dhe bubullimat dridhnin strukturat e vjetra prej drurit të shtëpisë. Fatimja u ngjit përsëri në dhomën e Elirës, këtë herë duke I çuar një darkë të lehtë. Valentina kishte thënë se do të zbriste për të darkuar me Ardianin në sallon, kështu që do të ishte kujdestarja ajo që do të ushqente vajzën. Kur hyri në dhomë, e gjeti Elirën zgjuar por me një vështrim të largët, sikur të ishte në një botë tjetër. Vajza u kthye ngadalë kur ndjeu praninë e Fatimes. Erdhe, pëshpëriti ajo, zëri I saj I dobët si një fije për I gati për t'u këputur. Gjithmonë vi, lulja ime. Të solla një supë të ngrohtë dhe një krem karamel që e di se e adhuron. Fatimja u afrua dhe u ul në cep të krevatit, duke e ndihmuar Elirën të mbështetej në jastëk. Ndërsa e ushqente vajzën lugë pas luge, vuri re se si ajo dridhej me çdo lëvizje, se si sytë e saj luftonin për të mbajtur fokusin. Ishte zemërthyese. Fatime, tha. Elira pa pritur, zëri I saj aq I ulët sa kujdestarja duhej të përkulej për të dëgjuar. Unë nuk po bëhem më mirë, apo jo? Pyetja e kapi Fatimen të papërgatitur. Ajo hezitoi, pa ditur çfarë të përgjigjej. Ti po lufton, Elira. Trupi yt po lufton. Por nuk po fitoj, plotësoi vajza. Ndihem më keq pasi marr atë ilaçin. Shumë më keq. Është sikur diçka brenda meje shuhet gjithnjë e më shumë. Zemra e Fatimes rahu fort. Ja ke thënë këtë babait tënd? Doktor kujtimit? Elira tundi kokën dobët. Valentina është gjithmonë pranë. Ajo thot se është normale, se është trajtimi që po bën efekt, se duhet t'i besoj procesit. Por Fatime, një pauzë dhe pastaj, pothuajse në një pëshpërim, kam frikë. Frikë nga çfarë, bija ime? Nuk di ta shpjegoj. Thjesht kam. Në atë moment, Fatimja mori një vendim. Nuk kishte rëndësi se çfarë mendonin për të, nuk kishte rëndësi nëse do ta quanin të çmendur apo ndërhyrëse. Ajo duhej të zbulonte se çfarë po ndodhte. Elira ishte si një bi për të, dhe asnjë nën nuk do të qëndronte duar kryq duke parë fëmijën e saj të shuej pa bërë asgjë. Pusho tani, tha ajo, duke I përkëdhelur flokët vajzës. Unë do të kujdesem për ty, Elira. Premtoj. Kur doli nga dhoma, Fatimja nuk zbriti direkt në kuzhinë. Në vend të kësaj, eci nëpër korridor derisa arriti te dhoma kryesore, dhoma e Ardianit dhe Valentinës. Dera ishte e mbyllur. Ajo e dinte se të dy ishin në katin e poshtëm, duke darkuar. Do të ishte çmenduri të hyje atje, një shkelje e pafalshme e privatësisë. Por zëri I dobët I Elirës I kumbonte në mendje. Kam frikë. Me zemrën që I rrite furishëm, Fatimja rrotulloi dorezën. Kishte nevojë për përgjigje dhe ndoshta, vetëm ndoshta, do të gjente diçka në atë dhomë që shpjegonte se çfarë po ndodhte me vajzën që e kishte ndihmuar të rritej. Shiu vazhdonte të binte jashtë dhe një rufe ndriçoi korridorin kur ajo më në fund hapi derën dhe hyri në dhomën e ndaluar, pa e ditur se ai vendim do të ndryshonte gjithçka. Dhoma e Valentinës ishte një shpërthim luksi dhe sofistikimi që binte në kontrast me pjesën tjetër të shtëpisë. Fatimja mbylli derën butësisht pas vetes, zemra I rrite aq fort sa kishte frikë se dikush mund ta dëgjonte. Shiu vazhdonte të trokiste në dritare, duke ofruar një perde zëri që ndoshta e mbronte nga zbulimi. Sytë e saj përshkuan ambientin, një krevat king size me çarçaf mëndafshin ngjyrë perle, një garderobë që zinte një murtëtër, një komodin grimi prej mermeri me pasqyrë të ndriçuar, dhe një divan kadifeje blu turkuaz ku Valentina zakonisht ulej për të bërë thonjë. Fatimja nuk ishte njeri I pandershëm. Në 32 vjet punë për familjen Berisha, kur nuk kishte marrë 100 darkë që nuk ishte e saj, kur nuk kishte përgjuar korrespondenca apo sirtar personal. Por kjo ishte ndryshe. Elira ishte në rrezik, ajo e ndjente në thellësi të shpirtit, dhe nëse duhej të thyente rregullat e saj për të mbrojtur atë vajzë, atëherë le të ishte. Filloi nga komodina e grimit duke hapur sirtarët me kujdes. Gjeti grim të shtrenjtë, bijuteri, parfume importi, karta krediti të arta. Asgjë e pazakontë. Kaloi te garderoba, ku qindra veshje ishin organizuar sipas ngjyrës dhe rastit. Këpucë të rreshtuara si ushtar, çanta firmato në raftet e sipërme. Valentina kishte shije të shtrenjta, kjo nuk ishte sekret për askën. Ishte atëherë kur Fatimja u përkul për të kontrolluar ndarjen e fundit të garderobës që diçka I tërhoqi vëmendjen.
Pas një rreshti kutish këpucësh, kishte një valixhe lëkure të zezë, nga ato që përdoren për të mbajtur dokumente të rëndësishme. Ajo e tërhoqi valixhen dhe, me gishta që i dridheshin, hapi mbyllsen. Brenda kishte dosje, dokumente dhe një agjend me kapak të fortë. Fatimia mori agjendën e para. Faqet ishin të mbushura me një kaligrafi elegante dhe këndore. Kishte takime, numra telefoni, shënime për blerje. Por kur e shfletoi më afër fundit, gjeti diçka ndryshe. Faqe të tëra me numra, llogaritje, data të rrethuara. Dhe një emër që përsëritej disa herë, Banka Tregtare Zvicerane. Ajo nuk e kuptonte saktësisht se çfarë po shihte, por sytë e saj u fiksuan në një shënim specifik, të shkruar 3 muaj më parë, Fondi i Mirëbesimit EB, lirimi në moshën 18 vjeç. Mars. Vlera, 2-3 milion euro. Fatimia gëlltiti pështymën. 2.300.000 euro. Ishte më shumë para se sa mund të imagjinonte se ekzistonte në një vend të vetëm. Dhe ato iniciale, EB, ishin të Elira Berishës. Vazhdoi të shfletonte dhe gjeti më shumë shënime shqetësuese. Borxhe. Shumë borxhe. Valentina u detyroi kazinove në Budva, fajdegjinve me emra që tingëllonin të rrezikshëm, furnitorëve të butikut. Shifrat ishin të frikshme, 100.000 këtu, 80.000 atje, 50.000 diku tjetër. Duke i mbledhur të gjitha, Valentina kishte mbi 400.000 euro borxhe. Një fletë e lirë ra nga agjenda. Ishte një dokument nga noteri, një kontratë paramartesore. Fatimia e lexoi shpejt, duke u përpjekur të kuptonte gjuhën e komplikuar juridike. Me sa dukej, në rast ndarjeje, Valentina nuk do të kishte të drejtë për asgjë nga pasuria e Ardianit. Ajo do të dilte nga martesa me saktësisht atë me të cilën kishte hyrë. Por kishte një klauzol që thoshte se, në rast mungese të trashëgimtarëve të drejtë për drejtë, gjysma e pasurisë së bashkëshortit do t'i kalonte automatikisht tjetrit. Fatimjes ju përmbys stomaku. Mungesë e trashëgimtarëve të drejtë për drejtë. Kjo do të thoshte se nëse diçka i ndodhte Elirës para se të mbushte 18 vjeç dhe të merrte trashëgimin e nënës, Ardiani do të ishte i shkatëruar, i cenueshëm, dhe Valentina do të ishte aty për ta ngushëlluar dhe, përfundimisht, të trashëgonte gjysmën e gjithçkaje. Por jo, kjo ishte absurde. Valentina nuk do t'i bënte keq një fëmije përpara. Nuk do ta bënte. Fatimia po e linte imagjinatën e saj të lirë. Ndoshta ato borxhe ishin të vjetra, ndoshta tashmë po paguheshin. Ndoshta shënimet për fondin e mirëbesimit ishin thjesht kuriozitet i natyrshëm për njerëkën. Ishte atëherë që pa një zarf kafe në fund të valixhes. Ajo e hapi dhe gjeti dokumente mjekësore. Raporte, receta, rezultate analizash. Por nuk ishin të Elirës. Ishin të Valentina Hoxhës. Fatimia lexoi me vëmendje, dora i dridhej gjithnjë e më shumë. Diagnozë psikiatrike. Çrregullim personaliteti antisocial me tipare narcisiste. Histori manipulimi dhe mashtrimi. Rekomandim për ndjekje psikologjike të detyrueshme pas një incidenti që përfshinte përvetësimin e pasurisë së një ish-partneri. Gjaku i Fatimes ngriu në vena. Valentina kishte një histori. Ajo e kishte bërë këtë më parë, kishte manipuluar dikë për të përfituar financiarisht. Dhe tani ishte e martuar me Ardianin, një burr i pasur dhe i cenueshëm, vajza e të cilit ishte e vetmja gjë midis saj dhe një pasuri të konsiderueshme. Në fund të zarfit, kishte diçka tjetër. Fatura. Fatimia i shpërndau mbi divanin prej kadifeje. Ishin nga institucione që ajo nuk i njihte, farmaci kompozime speciale, laboratori Vita Nova, importuesi Medical Plus. Datat përkonin me 3 muajt e fundit, saktësisht periudha kur Elira kishte filluar të merrte atë ilaçin e supozuar eksperimental. Por ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen ishin sasitë dhe vlerat. Ilaçet kushtonin shumë pak, duke pasur parasysh se Valentina dhe doktor Kujtimi thoshin se ishin të importuara nga Zvicra dhe kushtonin një pasuri. Fatimia mori një nga faturat dhe lexoi artikujt e listuar. Njohuritë e saj të kufizuara nuk e lejonin të kuptonte të gjithë termat mjekësor, por disa emra ishin të njohur, qetësues, tranquilizant, substanca që ajo e dinte se shkaktonin përgjumje dhe dobësi. Nuk kishte asnjë ilaç për sëmundje autoimune, asnjë trajtim të shtrenjtë eksperimental. Vetëm barna të zakonshme që do ta linin çdo person të dobësuar nëse administroheshin rregullisht. Zbulesa i ra si një kovë me ujë të ftohtë.
Elira nuk ishte e sëmur. Jo vërtet. Ajo po mjekoi qëllimisht për t'u dukur e sëmur, për t'u bërë gjithnjë e më e dobët, gjithnjë e më afër një gjendjeje nga e cila ndoshta nuk do të mund të rikuperohej në kohë për të mbushur 18 vjeç dhe për të marrë trashëgiminë e saj. Duart e Fatimes dridheshin aq shumë sa gati i ran letrat. Duhej të dilte nga aty, duhej t'ia tregonte këtë Ardianin. Por para se të mund të mblifte gjithçka dhe të ikte, dëgjoi hapa në korridor. Zëra. Zëri i thellë i Ardianit dhe zëri melodios i Valentinës duke u afruar. U kap nga paniku, u përpoq t'i fuste të gjitha përsëri në valixhe, por letrat i rëshisnin nga duart e djersitura. Dera filloi të hapej. Pa kohë për ta fshehur valixhen siç duhet, Fatimia e shtyu përsëri në cep të garderobës dhe u hodh pas një përdeje të trashë që ndante një pjesë të dhomës, një zonë ku Valentina mbante fustanet e festave. Ardiani hyri i pari, duke qeshur me diçka që Valentina kishte thënë. Të thash që vera italiane është superiore, thoshte ai, zëri i tij më i lehtë se sa kishte qenë prej muajsh. Ti gjithmonë ke të drejtë, dashuria ime, u përgjigj Valentina me atë zë që Fatimia tani e njihte si falsitet të pastër. Por e di çfarë do të ishte edhe më mirë? Sikur të mund të bënim atë udhëtimin në Rom që premtove. Vetëm ne të dy, pa shqetësime. Po Elira. Zëri i Ardianit u bë menjëherë i tensionuar. Doktor Kujtimi tha se ajo është në një fazë kritike por të qëndrueshme. Disa ditë larg nuk do të bënin ndryshim dhe ti duhet të pushosh, Ardian. Po e vret veten nga shqetësimi. E lëm Fatimen dhe infermierët të kujdesen për të. Duhet t'i besosh trajtimin. Fatimia, e fshehur pas perdes, shtrëngoi grushtet. Infermierët. Valentina donte të sillte infermier, njerëz të jashtëm që nuk e njihnin Elirën, që nuk do të kujdeseshin për të siç kujdesej Fatimia. Dhe donte ta largonte Ardianin, ta mbante larg kur çfarë? Kur Elira të përkeqësoi edhe më shumë? Nuk mund ta lë vajzën time tani, Valentina. Nuk mundem. Pati një moment heshtjeje. Fatimia rrezikoi një vështrim nga çarja e perdes dhe pa Valentinën duke përqafuar Ardianin, koka e saj bjonde e mbështetur në gjoksin e tij, duke interpretuar rolin e gruas së kuptueshme në perfeksion. E kuptoj, dashuri. Ti je një baba i mrekullueshëm. Është një nga gjërat që dua më shumë tek ti. Ata lëvizën drejt krevatit dhe Fatimia kuptoi me tmerr se mund të mbetej e bllokuar aty për orë të tëra. Zemra i rrite aq fort sa kishte frikë se ata mund ta dëgjonin. Duhej të dilte nga aty, por si? Ishte atëherë që celulari i saj vibroi në xhepin e përparses. Kishte harruar ta vinte në heshtje. Zhurma u mbyt nga pëllura, por gjithsesi ishte e dëgjueshme në dhomën e qetë. Valentina ndaloi së lëvizuri. E dëgjove atë, pyeti ajo, zëri i saj papritur vigjilen. Çfarë? Një zhurmë. Aty. Valentina eci drejt garderobës. Fatimia mbajti frymën, duke u shtypur pas murit prapa perdes, duke u përpjekur të bëhej e padukshme. Pa përmes çarjes së holl gishtat e Valentinës duke larguar fustanet, duke kërkuar. Ishte centimetra larg zbulimit kur telefoni i Ardianit ra me zë të lartë në dhomë. Është zyra, tha ai, duke kontrolluar ekranin. Duhet të përgjigjem. Më fal, dashuri. Tani, u ankua Valentina, por Ardiani tashmë po dilte nga dhoma. Ajo qëndroi e palvizur për një moment tjetër, sytë e saj blu duke përshkuar garderobën me dyshim. Fatimia nuk guxoi të merrte frymë. Më në fund, pas asaj që u duk si një përjetësi, Valentina pshertiu dhe doli gjithashtu, duke mbyllur derën pas vetes. Fatimia priti 5 minuta të plota para se të lëvizte. Këmbët i ishin mpir, trupi i dridhej nga adrenalina dhe frika. Ajo doli nga vendi i fshehtë duke u lëkundur, kontrolloi korridorin dhe u largua nga dhoma aq në heshtje sa kishte hyrë. Kthyer në sigurinë e dhomës së saj të vogël në katin përdes, Fatimia mbylli derën me çelës dhe u ul në krevat, duke u përpjekur të organizonte mendimet. Ajo kishte prova, por çfarë të bënte me to? Të shkonte direkt te Ardiani? Por Valentina ishte gruaja e tij, ai ishte i dashuruar, i cenueshëm. Dhe Fatimia ishte vetëm një shërbyese. Pse do ta besonte atë? Kishte nevojë për ndihmë. Kishte nevojë për dikë që kishte autoritet, njohuri. Mori telefonin dhe formoi një numër që nuk e kishte përdorur prej vitesh.
Nga ana tjetër e linjës, një zë i njohur u përgjigj. Alo? Doktor Leka? Jam Fatimja, nga prona Kodra e Diellit. Kam shumë nevojë të flas me ju. Bëhet fjalë për vajzën, Elirën. Doktor Petrit Leka kishte qenë mjeku i familjes Berisha për dekada. Ai ishte kujdesur për Ardianin kur ishte fëmijë, kishte ndjekur shtatzënin dhe lindjen e Elirës, kishte qenë pranë Teutës gjatë sëmundjes së saj. Ishte pensionuar 2 vjet më parë, por mbante kontakte sporadike me familjen. Fatime? Çfarë ka ndodhur? Elira është mirë? Jo, doktor. Ajo nuk është mirë. Dhe kam nevojë që ju të vini këtu. Ju lutem. Mendoj se dikush po i bën keq. Pati një heshtje nga ana tjetër. Kur doktor Leka foli përsëri, zëri i tij ishte serioz. Do të jem aty nesër herët në mëngjes. Mos bëj asgjë derisa të vi unë, Fatime. E kuptove? Asgjë. Fatimja ra dakord dhe e mbylli. Shikoi nga dritarja e dhomës së saj, ku shiu më në fund po fillonte të pushonte. Prona ishte e errët dhe e heshtur, por ajo e dinte se atje lart, në katin e dytë, Elira flinte një gjumë të induktuar nga barnat, e pavetdijshme për rrezikun që e rrethonte. Kujdestarja nuk vuri gjumë në sy atë natë. Qëndroi ulur në krevat, duke përqafuar gjunjët, duke menduar për gjithçka që kishte zbuluar. Mendoi për Teutën, gruan e parë të Ardianit, që ja kishte besuar vajzën e saj kujdesit të shoqit. Mendoi se si gjithçka kishte kuptim tani, nxitimi i Valentinës për t'u martuar, mënyra se si ajo këmbënguli për të angazhuar doktor Kujtimin, mënyra se si e izolonte Elirën nga vizitat, si e binte Ardianin se e bia kishte nevojë për paqe dhe privatësi. Mendoi gjithashtu se sa herë gati kishte hequr dorë nga dyshimet e saj, duke i thënë vetes se po bëhej paranojake, se një person nuk do të bënte diçka kaq monstruoze. Por letrat nuk gënjenin. Faturat nuk gënjenin. Dhe mbi të gjitha, sytë e Elirës, ata sy të friksuar dhe të hutuar, nuk gënjenin. Kur dielli lindi mbi pronën Kodra e Diellit, duke sjell një ditë të pastër pas stuisë së natës, Fatimja ishte tashmë në këmbë dhe e përgatitur. Ajo do të bënte mëngjesin si gjithmonë, do të ngjitej për t'u kujdesur për Elirën si gjithmonë, dhe do të priste ardhjen e doktor Lekës. Dhe pastaj, pavarësisht pasojave për punën apo reputacionin e saj, ajo do të tregonte gjithçka. Do të tregonte provat. Do ta shpëtonte atë vajzë. Sepse në fund të fundit, Fatimja nuk ishte vetëm një shërbyese e familjes Berisha. Ajo ishte kujdestarja e Elirës, i kishte premtuar Teutës se do ta mbronte vajzën, dhe pikërisht këtë do të bënte, edhe sikur të ishte gjëja e fundit që do të bënte në atë shtëpi. Atje lart, në dhomën me pamje nga kopshtet që fillonin të zgjoheshin me ditën e re, Elira hapi syt ngadalë. Koka i dhimbte, siç i dhimbte gjithmonë pasi merrte ilaçin. Por për herë të parë në muaj, kishte diçka ndryshe në ajër. Një ndjenjë ndryshimi, sikur stuhia e natës së kaluar të kishte marrë me vete një pjesë të errësirës që e kishte mbështjellë për kaq gjatë. Ajo nuk dinte ta shpjegonte, por ndjente se diçka ishte gati të ndodhte. Dhe për herë të parë pas një kohe të gjatë, ajo i lejoi vetes një shkëndijë të vogël, shpresë se ndoshta, vetëm ndoshta, gjërat mund të përmirësoheshin. Doktor Petrit Leka arriti në pronën Kodra e Diellit në orën 9 të mëngjesit të nesërm, duke drejtuar Volkswagenin e tij të vjetër blu që njihte çdo kthes të rrugës me dhe që të çonte në pronë. Ai ishte 73 vjeç, me flokë të bardhë si bora, syze me skele të artë dhe atë qëndrim të drejtë të dikujt që kishte kaluar jetën duke u kujdesur për të tjerët. Fatimja e priste në verandën e pasme, larg hyrjes kryesore ku mund të shihej. Doktor Leka, faleminderit që erdhët, tha ajo, duart e saj duke përdredhur nervozisht për parsen. Mjeku e vëzhgoi kujdestaren me vëmendje. E njihte Fatimen prej dekadash dhe kur nuk e kishte parë kaq të trazuar. Më trego gjithçka, Fatime. Që nga fillimi. Ata u ulën në një stol druri në një pemë fiku, ku askush nga shtëpia nuk mund t'i dëgjonte. Fatimja tregoi gjithçka, përkeqësimin gradual të Elirës, diagnozën e doktor Kujtimit që kur nuk e kishte bindur plotësisht, ilaçin blu që Valentina këmbëngulte ta administronte personalisht dhe më në fund, dokumentet që kishte gjetur në dhomën e njerëkës. Ajo i tregoi doktor Lekës faturat që kishte arritur t'i fotografonte shpejt me celularin e saj para se të dilte nga dhoma natën e kaluar. Mjeku ekzaminoi imazhet, shpreha e tij bëhej gjithnjë e më e zymë.
Këto medikamente këtu, tregoj disa emra, janë qetësues të fortë. Dhe ky këtu është një bllokues enzimash që, nëse administrohet vazhdimisht, mund të shkaktojë saktësisht simptomat që ti përshkruan: dobësi muskulore, konfuzion mendor, humbje oreksi. Asgjë nga këto nuk është trajtim për sëmundje autoimune, Fatime. Kjo është sabotim i qëllimshëm i shëndetit të dikujt. Atëherë kisha të drejtë, përshpëriti ajo, duke ndjerë njëkohësisht lehtësinë që nuk ishte e çmendur dhe të merr nga konfirmimi i dyshimeve të saj. Duhet ta vizitoj Elirën menjëherë. Dhe duhet t'ia çojmë këto prova zotit Ardian. Por ai nuk do të më besojë mua. Ai është i verbuar nga ajo grua. Atëherë do ta bëjmë të shoh. Fatime, kjo vajzë është në rrezik real. Nëse vazhdojnë t'i administrojnë këto substanca, ajo mund të pësojë dëmtime të përhershme në organizëm. Duhet të veprojmë tani. Ata hynë në shtëpi nga dera e kuzhinës. Valentina ishte në dhomën e ndenjes, duke folur në telefon me zë të ulët. Fatimja dhe doktor Leka u ngjitën shkallëve në heshtje, duke u drejtuar për në dhomën e Elirës. Kur hapën derën, e gjetën vajzën zgjuar, por me atë vështrim të palvizshëm që ishte bërë i zakonshëm. Elira, e dashur, tha doktor Leka, duke ju afruar krevatit me një buzëqeshje të bullë. Jam unë, doktor Leka. Më mban mend? Sytë e Elirës u ndriçuan lehtë. Doktor, ju u zhdukët. Dola në pension, por dëgjova se nuk je mirë. Mund të vizitoj? Elira tundi kokën dobët. Mjeku kreu një ekzaminim të plot fizik, duke kontrolluar bebet e syve, reflekset, tensionin e gjakut, rrahjet e zemrës. I bëri pyetje për simptomat, se kur ndihej më keq, se çfarë merrte. Elira përgjigjej me vështirësi, por konfirmoi se gjithmonë ndihej tmerrësisht keq pasi merrte ilaçin që i jepte Valentina. Ke sjell një mostër të këtij ilaçi? Pyeti doktori Fatimen. Nuk munda. Zonja Valentina e mban gjithçka të mbyllur me çelës. Ishte në atë moment që dëgjuan hapa në korridor. Dera u hap befas dhe Valentina hyri, fytyra e saj një mask habje që shpejt u shndërrua në indinjat të kontrolluar. Doktor Leka, çfarë surprize t'ju shoh këtu? Ardiani nuk më informoi se do të vini. Sepse Ardiani nuk e di, u përgjigj mjeku, duke u ngritur dhe duke u përballur me Valentinën me gjithë gjatësinë e tij. Erdha nga shqetësimi për Elirën. Dhe duhet të them se nuk më pëlqeu ajo që gjeta. Ju jeni në pension, doktor. Elira ka një mjek përgjegjës për rastin e saj, një specialist të njohur. Të njohur nga kush? Do të doja të flisja me këtë doktor Kujtim Gashin. Të shkëmbeja përshtypje për rastin. Kjo nuk do të jetë e mundur sot. Ai është në Tiranë. Sa e përshtatshme, përshpëriti doktor Leka. Atmosfera në dhomë u bë e tensionuar. Valentina mbante buzëqeshjen e saj profesionale, por sytë e saj blu ishin bërë gur akulli. Doktor Leka, ju po e shqetësoni njerëkën time. Ajo ka nevojë për pushim. Ju kërkoj të largoheni. Jo para se të flas me Ardianin. Burri im është në një takim të rëndësishëm dhe nuk mund të ndërpritet. Atëherë do të pres. Ju nuk jeni i ftuar në këtë shtëpi, doktor. Dhe si zonja e saj, po ju kërkoj të largoheni. Tani. Fatimja ndjeu panikun t'i ngjitej në fy. Valentina po merrte kontrollin e situatës, duke përdorur pozicionin e saj si gruaja e Ardianit për të dëbuar të vetmin person që mund të ndihmonte Elirën. Por doktor Leka nuk u trem. Shumë mirë. Por dijeni se kam prova që trajtimi që po i administrohet Elirës nuk është vetëm jo efektiv, por potencialisht i dëmshëm. Dhe do t'i çoj këto prova te autoritetet kompetente nëse është e nevojshme. Prova? Po insinuoni diçka, doktor Leka? Po pohoj. Medikamentet që Elira ka marrë janë të papajtueshme me diagnozën e paraqitur. Janë substanca që shkaktojnë dobësim, jo shërim. Fytyra e Valentinës u zbeh pak, por ajo u përmblodh shpejt. Ju po bëni shpifje. Dhe kjo mund të ketë pasoja ligjore. Sugjeroj të mendoni mirë para se të bëni akuza të pabaza. Nuk janë të pabaza. Kam fatura, kam prova që medikamentet e përshkruara nuk korespondojnë me atë që po reklamohet. Dhe kam dekada përvojë mjekësore që më thonë se kjo vajzë nuk është e sëmur në mënyrën siç pretendoni ju. Ishte atëherë që zëri i Ardianit u dëgjua nga dera. Çfarë po ndodh këtu? Të gjithë u kthyen.
Ardiani qëndronte në prag, fytyra e tij tregonte konfuzion dhe irritim. Sapo kishte dalë nga takimi virtual në zyrën e tij dhe kishte dëgjuar zëra të larë. Ardian, doktor Leka u shfaq këtu pa ftesë dhe po bën akuza absurde për trajtimin e Elirës, tha Valentina, duke ju afruar të shoqit dhe duke i prekur krahun. Ai thot se kam dëmtuar vajzën tënde. Nuk është ajo që thash, korrigjoi doktori. Thash se trajtimi aktual është i dyshimt dhe duhet të hetohet. Ardiani kaloi dorën nëpër fytyrë duke u dukur i raskapitur. Doktor Leka, me gjithë respektin për ju dhe historinë tonë, ju nuk jeni më mjeku përgjegjës për vajzën time. Doktor Kujtimi është një specialist me kredenciale të patëmeta. Kredenciale që do të doja t'i verifikoja. Ardian, e njoh këtë familje prej 40 vjetësh. Të kam parë të rritesh, kam ndihmuar të sjell në jetë Elirën, jam kujdesur për Teutën. Mendo mirë, kur saktësisht filloi të përkeqësohej vajza jote? 6 muaj më parë, pak a shumë. Dhe kur e mori rastin ky doktor Kujtimi? 3 muaj më parë. Por ajo ishte tashmë e sëmurë para kësaj. Ishte? Apo filloi të shfaqte simptoma të paqarta që u shndërruan në një diagnozë të përshtatshme? Si guxon, bërtiti Valentina, duke humbur të ruan. Ju jeni një plak pa gjë më të mirë për të bërë se sa të shfaqeni këtu dhe të krijoni probleme. Mjerka ime është rëndë dhe sëmur dhe ju doni ta ktheni këtë në ndonjë teori konspirative absurde. Babi, zëri i dobët i Elirës ndërpreu diskutimin. Të gjithë u kthyen nga vajza, e cila po përpiqej të ulej në krevat. Fatimia vrapoi për ta ndihmuar. Babi, nuk dua ta marr më atë ilaç. Më bën të ndihem më keq. Elira, dashuri, është normale të ndihesh keq gjatë trajtimit, filloi Valentina, por Ardiani ngriti dorën për ta ndërprerë. Ai ju afrua së bijës dhe u gjunjëzua pranë krevatit, duke i mbajtur duart e saj të brishta. Vërtet ndihesh më keq pas ilaçit? Shumë më keq. Është sikur diçka brenda meje shuhet, përsëriti Elira, lotët i rridhnin në fytyrën e zbehë. Kam frikë, babi. Kam shumë frikë. Ardiani shikoi vajzën, e pa vërtet për herë të parë pas muajsh. Pas zbehjen ekstreme, brishtësinë, tmerrin në sytë e saj. Diçka brenda tij filloi të çahej, bariera e mohimit që kishte ndërtuar për të mos u përballur me mundësinë e humbjes së vajzës siç kishte humbur gruan. Fatime, shko merre atë ilaç, urdhëroi ai, zëri i tij papritur i ashpër. Ardian, jo, protestoi Valentina. Trajtimi është delikat, nuk mund të ndërpritet kështu. Thash merre ilaçin, përsëriti Ardiani, tani duke shikuar gruan me një intensitet të ri. Dhe do të më tregosh saktësisht se çfarë ka në të. Fatimia doli me vrap. Ajo e dinte ku e mbante Valentina shishen blu, në një dollap të mbyllur me çelës në banjën private të dhomës së Elirës. Por çelësi ishte gjithmonë me Valentinën. Kujdestarja u kthye dhe ja komunikoi këtë Ardianit. Jepja çelësin, i tha ai gruas. Ardian, kjo është qesharake. Do të shkatërosh të vetmin trajtim që mund të shpëtoj vajzën tënde për shkak të paranojave të një shërbyeseje dhe një mjeku në pension? Çelësin. Tani. Kishte diçka në zërin e Ardianit që nuk pranonte kundërshtim. Valentina, duke kuptuar se kishte humbur kontrollin e situatës, hezitoi. Truri i saj punonte shpejt duke llogaritur opsionet. Mund të vazhdonte të rezistonte dhe të dukej fajtore, ose mund të dorëzohej dhe të përpiqej të kontrollonte narrativën në një mënyrë tjetër. Ajo nxori një tufë çelësash nga çanta firmato që mbante dhe ja dha Ardianit. Ja ku është. Por dua të regjistroj se jam plotësisht kundër kësaj ndërprerjeje arbitrare të trajtimit. Nëse diçka i ndodh Elirës për shkak të kësaj, përgjegjësia do të jetë e jotja. Ardiani mori çelësat dhe ja dha Fatimes, e cila vrapoi deri në banjë. Pak çaste më vonë, ajo u kthye duke mbajtur shishen blu të errët. Doktor Leka e mori, e hapi dhe nuhati për mbajtjen. Shpreha e tij u bë edhe më e rëndë. Ky definitivisht nuk është ndonjë medikament i importuar nga Zvicra, tha ai. Duhet ta çoj këtë për analizë laboratorike të menjëhershme. Nuk mund ta bëni këtë pa një urdhër gjykate, argumentoi Valentina, por zëri i saj tingëllonte më pak i sigurt. Mundem nëse kam autorizimin e babait të pacientes. Ardian, më autorizon ta çoj këtë për analizë? Ardiani shikoi gruan, pastaj vajzën, pastaj Fatimen që ishte pranë Elirës siç kishte qenë gjithmonë, dhe më në fund doktor Lekën.
Po. Mere. Dhe dua rezultatet sa më shpejt të jetë e mundur. Valentina u zbe dukshëm. Ajo bëri një hap prapa, mendja e saj qartësisht vraponte në kërkim të një daljeje. Do të pendoheni për këtë, tha ajo, zëri i saj dridhej. Kur të vërtetoni se ilaçi është saktësisht ai që ka qenë gjithmonë, do të pendoheni që dyshuat tek unë. Ajo doli nga dhoma me hapa të shpejt, takat e saj kërcisnin furishëm në korridor. Dëgjuan derën e dhomës kryesore të përplasej me forcë. Ardiani u ul në krevat pranë së bijës, duke u dukur sikur ishte plakur 10 vjet në 10 minuta. Doktor Leka, sa kohë do të duhet për të pasur rezultatet? Me kontaktet e mia, mund të kem një analizë paraprake deri në fund të pasdites. E plota do të marrë disa ditë, por mjaftueshëm për të ditur me çfarë kemi të bëjmë mund të jetë gati brenda disa orësh. Atëherë ju lutem, shkoni. Dhe më telefononi sapo të dini diçka. Doktor Leka tundi kokën dhe doli, duke marrë me vete shishen blu që kishte qenë qendra e kaq shumë frike dhe konfuzioni. Pas largimit të tij, një heshtje e rëndë ra mbi dhomë. Fatime, tha Ardiani, zëri i tij i ngjirur nga emocioni, për sa kohë dyshove? Disa javë, zotëri. Por u binda plotësisht mbrëm kur gjeta faturat në dhomën e zonjës Valentina. Ti hyre në dhomën tonë? Po, zotëri. Dhe e di që duhet të pushohem nga puna për këtë. Por vajza e lira po përkeqësohej dhe nuk mund të qëndroja duar kryq. Ardiani e shikoi kujdestaren për një moment të gjatë. Pastaj bëri diçka të papritur, u ngrit dhe e përqafoi. Faleminderit, tha ai thjesht. Faleminderit që e do vajzën time aq sa për të rrezikuar gjithçka. Fatimja filloi të qante, lot lehtësimi dhe shqetësimi të përzier. I premtova zonjës Teuta se do të kujdesesha për të, zotëri. Premtova. Dhe ti e mbajte premtimin tënd më mirë se sa e mbajta unë timin, tha Ardiani, zëri i tij i mbytur. Elira, duke vëzhguar skenën, gjithashtu qante. Babi, më beson tani? Beson se nuk jam e çmendur, se vërtet ndihem keq me atë. Ilaç? Ardiani u kthye pranë së bijës dhe e përqafoi me kujdes, sikur të ishte prej qelçi. Të besoj, bija ime. Dhe do ta rregullojmë këtë. Premtoj se do ta rregullojmë. Orët që pasuan ishin të tensionuara. Valentina u mbyll në dhomën kryesore dhe refuzoi të dilte. Ardiani qëndroi pranë Elirës duke vëzhguar çdo frymëmarrje, çdo lëvizje, sikur të përpiqej të rikuperonte të gjithë muajt që kishte qenë larg. Fatime ngjitej e zbriste shkallëve, duke sjell supa të lehta dhe çaj kamomili, duke u përpjekur të mbante një farë normaliteti në mes të kaosit. Ishte në mes të pasdites që telefoni i Ardianit ra. Ishte doktor Leka. Ardiani e vuri në altoparlant që të gjithë të dëgjonin. Ardian, rezultatet paraprake erdhën. Lëngu në shishe përmban një kombinim të benzodiazepineve me veprim të gjatë, bllokuesve të dopaminës dhe një qetësuesi që përdoret normalisht në procedura kirurgjikale. I administruar çdo ditë siç e përshkruat, kjo do të shkaktonte saktësisht simptomat që paraqet Elira, dobësi ekstreme, konfuzion mendor, letargji, humbje të koordinimit motorik. Nuk ka asnjë komponent terapeutik real në këtë formulë. Kushto që e ka përgatitur këtë, e ka bërë me të vetmin qëllim për të dobësuar personin që e konsumonte. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Ardiani mbante telefonin aq fort sa nyjet e gishtave ju zbardhën. Jeni absolutisht i sigurt? Absolutisht. Ardian, kjo është serioze. Shumë serioze. Duhet të telefonosh policinë dhe të konsiderosh masa ligjore. Dhe Elira ka nevojë për kujdes mjekësor të menjëhershëm për të kthyer efektet e këtyre substancave. Sa kohë ka që i merr këto? 3 muaj. Atëherë do të ketë një periudhë të vështirë abstinence, por është e re dhe e fortë. Me trajtimin e duhur do të rikuperohet plotësisht. Por Ardian, më dëgjo, kushto që ja ka bërë këtë vajzës tënde është i rrezikshëm. Duhet të mbrosh Elirën dhe veten. Ardiani mbylli telefonin. Duart i dridheshin. Ai shikoi Fatimen, pastaj Elirën dhe pastaj, me një vendosmëri që nuk e kishte ndier prej muajsh, u ngrit. Fatime, qëndro me Elirën. Mos lejo askënd të hyjë këtu. Askënd përveç meje ose doktor Lekës. E kuptove? Po, zotëri. Ardiani doli nga dhoma dhe eci nëpër korridor deri te dera e dhomës kryesore.
U përpoq ta hapte, por ishte e mbyllur nga brenda. Valentina, hape këtë derë. Duhet të flasim. Nuk pati përgjigje. Ai trokiti më fort. Valentina e di se çfarë kishte në atë shishe. E di se çfarë po i bëje vajzës sime. Hape këtë derë tani ose do ta thyej. Ende heshtje. Ardiani bëri 2 hapa prapa dhe, duke përdorur gjithë forcën e tij, goditi derën pranë bravës. Druri u qa por nuk u dorëzua. Në goditjen e dytë, dera u hap me dhunë. Dhoma ishte bosh. Sirtarët e komodinës së grimit ishin të hapur, rrobat të hedhura nëpër 2 sheme. Dritarja që shikonte nga pjesa e pasme e pronës ishte e hapur plotësisht, perdet lëkundeshin nga era. Valentina kishte ikur. Ardiani vrapoi te dritarja dhe shikoi jashtë. Pa, në distancë, një figurë bjonde që vraponte drejt rrugës me dhe duke mbajtur një valixhe. Ajo as nuk priti të merrte makinën, thjesht iku si të mundte. Ai mori telefonin dhe, me gishta që i dridheshin, formoi një numër që kur nuk kishte menduar se do t'i duhej ta formonte. Policia? Duhet të raportoj një rast urgjent. Dikush ka tentuar të dëmtoj qëllimisht vajzën time. Po, kam prova. Po, personi është arratisur. Dërgoni dik në pronën në kodra e diellit me njëherë. Ndërsa Ardiani jepte detaje policisë, atje në dhomën ngjitur, Elira pushonte në krahët e Fatimes. Për herë të parë në 3 muaj, ajo nuk kishte marrë lëngun blu. Dhe për herë të parë në 3 muaj, frymëmarrja e saj dukej pak më e lehtë, syt pak më të fokusuar. Rrugëtimi i rikuperimit do të ishte i gjatë, por kishte filluar. Dhe këtë herë, e rrethuar nga njerëzit që e donin vërtet, ajo kishte një shans real. Policia arriti në pronën kodra e diellit në më pak se 1 orë. 2 hetues, inspektorja Marieta Kola dhe detektivi Pali Krasniqi, dëgjuan me vëmendje ndërsa Ardiani tregonte gjithçka, simptomat e Elirës, dyshimet e Fatimes, dokumentet e gjetura, analizën e doktor Lekës. Ardiani dorëzoi faturat e fotografuara dhe dha numrin e shishes që mjeku kishte marrë për analizë. Inspektorja mbante shënime të përpikta, fytyra e saj profesionale, por me një shkëlqim indinjate në sy. Zoti Berisha, tha ajo, kjo është jashtëzakonisht serioze. Do të na duhet dëshmia e vajzës suaj sapo të jetë në gjendje dhe gjithashtu e kujdestares. Sa për gruan tuaj, tashmë kemi lëshuar një urdhër kërkimi. Ajo nuk do të dalë nga qyteti pa e ditur ne. Ish gruaja, korrigjoi Ardiani me një ashpërsi që befasoi edhe vet atë. Tashmë kam telefonuar avokatin tim. Dua divorcin e menjëhershëm dhe të gjitha masat mbrojtëse të mundshme për vajzën time. Do të bëjmë gjithçka që mund të bëhet, zotëri. Por duhet ta gjejmë atë fillimisht. Valentina, megjithatë, u tregua më e rrëshitshme se sa prisnin. Ajo nuk kishte përdorur karta krediti, nuk kishte marrë makinë me qira, nuk kishte akomoduar në hotele të regjistruara. Ishte sikur të ishte tretur në ajër. Por inspektorja Marieta kishte përvojë me njerëz në Arati. Ajo e dinte se herët avon, Valentina do të bënte një gabim. Ndërkohë, në pronë, jeta filloi ngadalë të ndryshonte. Doktor Leka vizitonte Elirën çdo ditë, duke monitoruar rikuperimin e saj. Ai i shpjegoi Ardianit se trupi i vajzës do të duhej të çlirohej nga substancat e akumuluara gjatë 3 muajve. Do të kishte simptoma abstinence, dridhje, ankth, pagjumësi. Por e gjithë kjo ishte e përkohshme dhe do të thoshte se trupi po shërohej. Në ditët e para, Elira kishte makthe të tmerrshme. Zgjohej duke bërtitur në mes të natës, e mbuluar në djersë të ftohta, duke pasur vizione të turbullta. Ardiani flinte në një koltuk pranë krevatit të saj, duke u zgjuar në shenjën më të vogël të ankthit. Fatimia përgatiste çajra qetësues dhe këndonte ninulla që i kishte kënduar kur Elira ishte foshnjë. Së bashku, ata formuan një barierë dashurie dhe mbrojtjeje rreth vajzës, diçka që duhej të kishte ekzistuar gjithmonë. Ishte në natën e 5 që Ardiani më në fund foli për diçka që e mundonte. Ai dhe Fatimia ishin ulur në dhomën e ndenjes, secili me një filxhan kafeje, lodhja e dukshme në fytyrat e tyre. Fatime, si nuk e pash, pyeti ai, zëri i tij duke u thyer. Si e lash këtë të ndodhte me vajzën time? Kujdestarja shikoi burrin që i kishte shërbyer për kaq shumë vite. Pa tek ai jo më biznesmenin e fuqishëm, por një baba të coptuar nga faji. Ju ishit në vuajtje, zoti Ardian. Humbët zonjën Teuta, ishit vetëm i frikësuar.
Valentina dinte saktësisht si të përfitonte nga kjo. Por Elira, ajo është vajza ime. Përgjegjësia ime. Dhe unë e lash në duart e një, mos e vazhdoni atë mendim, e ndërpreu Fatimja me vendosmëri. Ju nuk e dini. Asnjëri prej nesh nuk e dinte plotësisht derisa ishte tepër vonë. Por e zbuluam në kohë. Elira do të shërohet. Po sikur të mos e kishe zbuluar, sikur të mos kishe qenë aq guximtare sa të hetoje, të rrezikoje punën tënde, reputacionin tënd? Por unë isha. Dhe tani, në vend që të ndëshkoni veten për të kaluarën, ju duhet të jeni i pranishëm për të ardhmen e Elirës. Ajo ka nevojë për ju, zoti Ardian. Jo për biznesmenin e suksesshëm, por për baban. Ardiani tundi kokën, duke fshirë sytë fshehurazi. Ke të drejtë. Dhe Fatime, një pauzë, duke filluar nga tani, ti nuk je më vetëm një punonjëse e kësaj shtëpie. Ti je familje. Pjesë e kësaj familjeje që gati e humbëm. Gjithmonë kam qenë familje, zotëri. Që ditën kur lindi vajza Elira. Kaluan 2 javë nga aratisja e Valentinës. Elira shfaqte përmirësime të dukshme. Ngjyra i ishte kthyer në faqe, sytë i kishin rifituar shkëlqimin dhe ajo mund të ecte deri në verandë pa ndihmë. Doktor Leka ishte optimist, edhe për disa javë, ajo do të ishte plotësisht e rikuperuar fizikisht. Rikuperimi emocional do të merrte më shumë kohë, por me mbështetjen e duhur, ajo do ta kapërcente traumën. Ishte një të martë me shi që inspektoria Marieta telefonoi. Zoti Berisha, e gjetëm Valentina Hoxhën. Ku? Në Kakavi, duke u përpjekur të kalonte në Greqi me dokumente false. Ajo është nën arrest. Ardiani ndjeu një përzierje lehtësimi dhe zemërimi. Kur do të jetë gjyqi? Kjo do të marrë pak kohë. Por kemi prova të mjaftueshme. Raportet e doktor Lekës, faturat, dëshmia e vajzës suaj dhe e kujdestares. Ajo nuk do të shpëtoj, zoti Berisha. Drejtësia do të vihet në vend. Po doktor Kujtim Gashi. Edhe atë e lokalizuam. Ishte fshehur në një klinik në periferi. Ai rrëfeu gjithçka në këmbim të një uljeje dënimi. Me sa duket, Valentina e shantazhonte. Ai kishte një histori recetash të parregullta që ajo e kishte zbuluar, dhe ajo e kërcënoi me ekspozim publik nëse nuk bashkëpunonte me planin e saj. Çfarë plani saktësisht? Dua të kuptoj gjithçka. Inspektoria Pshertiu. Zoti Berisha, ajo që do t'ju them nuk është e lehtë për t'u dëgjuar. Valentina Hoxha nuk është ajo që thoshte se ishte. Ajo ka një histori të gjerë mashtrimesh martesore. Emri i saj i vërtet është Valbona Krasniqi dhe ajo e ka bërë këtë më parë. Martohet me burra të pasur, krijon situata që e favorizojnë financiarisht dhe pastaj zhduket. Në rastin tuaj, ajo zbuloi për fondin e mirëbesimit të Elirës. Sipas doktor Kujtimit, plani ishte ta mbante vajzën tuaj të dobësuar deri pak pasi ajo të mbushte 18 vjeç, kur atëherë Valentina mund ta binte, në gjendjen e saj të hutuar, të transferonte një pjesë të trashëgimisë. Nëse kjo nuk funksiononte, ajo kishte një plan B, shpresonte që Ardiani, në dëshpërim nga humbja e afërt e së bijës, do të ndryshonte testamentin e tij duke i lënë më shumë pasuri gruas. Ardianit i erdhi për të vjellë. Ajo e planifikoi gjithë këtë? Që nga fillimi. Ajo ju njohu qëllimisht në atë event bamirësie. Hulumtoi jetën tuaj, familjen tuaj, pasuritë tuaja. Çdo takim, çdo fjalë ishte e llogaritur. Më vjen keq, zoti Berisha. Pasi mbylli telefonin, Ardiani u ngjit në dhomën e Elirës. Ajo ishte ulur në krevat, duke lexuar një libër që Fatimja ja kishte sjellë. Kur pa të atin, ajo buzëqeshi, një buzëqeshje që ai nuk e kishte parë prej muajsh. Babi, dukesh i shqetësuar. Ardiani u ul pranë saj. E gjetën Valentinën. Ajo është në burg. Elira uli librin, duke procesuar informacionin. Dhe tani? Tani ajo do të përgjigjet për atë që bëri. Dhe ne vazhdojmë përpara. Babi, mund të pyes diçka? Çdo gjë, bija ime. Ti e doje vërtet atë? Ardiani mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Mendova se e doja. Por tani e kuptoj se ajo që ndjeva nuk ishte dashuri e vërtetë. Ishte vetmi, nevojë, dëshpërimi i një njeriu që nuk donte të ishte më vetëm. Dashuria e vërtetë nuk lëndon, nuk manipulon, nuk shkatëron.
Dashuria e vërtet është ajo që Fatimia tregoi duke rrezikuar gjithçka për të shpëtuar. Është ajo që ndjej për ty, bia ime. Gjithçka që bëj tani është për të siguruar që ti të kesh një jetë të lumtur dhe të sigurt. Elira përqafoi të atin dhe të dy qëndruan kështu për minuta të gjata duke shëruar plagë që shkonin përtej fizikes. Muajt në vijim sollën ndryshime të rëndësishme në pronën kodra e diellit. Ardiani reduktoi në mënyrë drastike orët e punës duke deleguar më shumë përgjegjësi te ekipi i tij administrativ. Ai donte të ishte i pranishëm, të merrte pjesë në jetën e Elirës në mënyrë reale. Darkat familjare u bën rutinë, jo më vaktet e vetmuara të servirura në orare të papërshtatshme. Fatimia, duke ndjekur këshillën e Ardianit, pranoi një promovim jo formal. Ajo nuk trajtohej më si shërbyese, por si administratore e shtëpisë dhe, më e rëndësishmja, si një anëtare e respektuar e familjes. Ardiani këmbënguli që ajo të transferohej në një nga dhomat më të mëdha në katin e sipërm, me banjën e saj private. Fillimisht nguruese, Fatimia përfundimisht pranoi, duke kuptuar se roli i saj kishte ndryshuar rrënjësisht. Elira u kthye në gjimnaz gradualisht. Në fillim vetëm gjysmë dite, pastaj me orar të plotë. Shoqet e saj, që ishin larguar gjatë muajve të sëmundjes, filluan ta vizitonin përsëri. Prona rifitoi tingullin e të qeshurave rinore, muzikës së lartë, bisedave të gjalla. Pela Ylli, që kishte mbetur pa kalorse për muaj të tërë, më në fund e pati amazones së saj përsëri. Elira ende nuk e kishte gjithë forcën e saj të mëparshme, por ishte e vendosur ta rikuperonte. Ishte një pasdite të shtune, 4 muaj pas zbulimit të së vërtetës, që ndodhi një moment veçanërisht domethënës. Ardiani, Elira dhe Fatimia ishin në kopsht, duke punuar së bashku në një parcel të re lulesh. Ishte diçka e thjeshtë, e zakonshme, por thellësisht terapeutike. Ardiani, i cili kishte kaluar vite i ngjitur pas kompjuterëve dhe telefonave, po zbulonte kënaqësinë e punës me tokën. Elira qeshte kur shihte të atin me duart me balë dhe djers në ballë. Kush do ta thoshte se biznesmeni i madh Ardian Berisha do të bëhej kështu pis, bëri shaka ajo. Po zbuloj se ka gjëra më të rëndësishme se sa të mbash duart pastër, u përgjigj ai duke buzëqeshur. Fatimia vëzhgonte skenën me zemrën e ngrohur. Kjo ishte ajo që kishte dëshiruar gjithmonë për atë familje, lidhje, prani, dashuri të vërtetë. Gjyqi i Valentinës u caktua për në tetor. Ardiani nuk kishte dëshirë të merrte pjesë, por e dinte se ishte e rëndësishme. Elira, tani 18 vjeçe dhe pasi kishte marrë trashëgimin e saj nga nëna, vendosi se edhe ajo do të shkonte. Ajo donte të përballej me gruan që ishte përpjekur ta shkatëronte. Në gjykat, Valentina hyri e veshur thjesht, flokët e saj bjond të mbledhur në një topuz të rrept, pa grim. Ishte një version krejtësisht i ndryshëm i gruas së sofistikuar dhe elegante që kishin njohur. Ajo nuk e shikoi asnjëherë Ardianin apo Elirën gjatë gjithë procesit. Prokurori paraqiti provat me përpikëri, raportet mjekësore, faturat, dëshminë e doktor kujtimit, rrëfimin e pjesshëm. Fatimia u thirr për të dëshmuar dhe tregoi, me zë të vendosur, gjithçka që kishte vëzhguar dhe zbuluar. Doktor Leka shpjegoi në terma teknik dëmin që substancat i kishin shkaktuar Elirës. Dhe më në fund, vetë Elira u ngjit në bankën e dëshmitarëve. Me një guxim që i befasoi të gjithë, përfshirë veten, Elira tregoi përvojën e saj. Përshkroi frikën që ndjente, konfuzionin, ndjenjen se po humbiste veten. Përshkroi se si kishte besuar Valentinës, se si kishte besuar se njëka kujdesej për të. Dhe përshkroi tradhtinë që ndjeu kur zbuloi të vërtetën. Ajo gati ja doli, tha Elira, zëri i saj i qartë dhe i vendosur. Gati ja doli të më shkatëronte. Por nuk ja doli. Sepse kisha njerëz që më donin vërtet që pan përtej gënjeshtrave të saj. Dhe sot jam këtu, më e fortë, për të siguruar që ajo të mos ia bëj këtë askujt tjetër. Kur Elira zbriti nga banka, salla ishte në heshtje absolute. Edhe gjykatësi duke i prekur. Vendimi erdhi një javë më vonë. Valentina, ose Valbona Krasniqi, u dënua me 8 vjet burg për akuza të shumta: mashtrim, falsifikim dokumentesh, shtrëngim, administrim i substancave të dëmshme. Përveç kësaj, u detyrua t'i paguante një dëmshpërblim të konsiderueshëm Elirës, megjithse nuk kishte burime për ta bërë këtë. Drejtësia u vu në vend, por siç i tha Ardiani së bijës rrugës për në shtëpi, asnjë dënim nuk do ta fshinte plotësisht atë që kishte ndodhur. Fitoria e vërtet ishte se Elira kishte mbijetuar dhe po lulëzonte.
Një vit pas ngjarjeve, prona kodra e diellit ishte e panjohshme në shpirt, nëse jo në strukturë. Muret ishin ende prej mermeri, lambadarët ishin ende prej kristali, por shtëpia merrte frymë ndryshe. Kishte jetë, ngrohtësi, dashuri. Elira, tani 19 vjeçe, ishte në vitin e parë të fakultetit të veterinarisë, një ëndër e vjetër që gati ishte vjedhur. Ajo kishte përdorur një pjesë të trashëgimisë së saj për të krijuar një fondacion në emër të nënës së saj, Teuta, dedikuar ndihmës së grave të reja viktima të abuzimit dhe manipulimit. Ishte mënyra e saj për ta kthyer traumën në qëllim. Ardiani e shndërroi pronën në një projekt social. Një pjesë e tokave u konvertua në një shkollë bujqësore falas për të rinjtë e zonës, duke u mësuar teknika të qëndrueshme të kultivimit. Ai zbuloi se të bëjë një ndryshim në jetën reale ishte pafundësisht më e kënaqshme se sa të grumbulloje zero në llogari bankare. Dhe Fatimia? Ajo vazhdonte të ishte zemra e asaj shtëpie, por tani me njohjen dhe respektin që e kishte merituar gjithmonë. Ajo koordinonte aktivitetet shtëpiake, mbikëqyrte personelin, por gjithashtu merrte pjesë në vendimet e rëndësishme familjare. Ardiani shpesh i kërkonte këshillën e saj për çështje që shkonin përtej administrimit të shtëpisë, duke vlerësuar mençurinë dhe gjykimin e saj të shëndosh. Ishte një pasdite e diele kur të tre u ulën në verandë, duke pirë limonadë dhe duke vëzhguar perëndimin e diellit që ngjyroste qiellin me portokalli dhe rozë. Elira i binte kitarës butësisht, një melodi që e kishte mësuar nga jama vite më parë. Ardiani shfletonte një libër mbi bujqësinë organike. Fatimia thurte një shall, duart e saj të shkathta lëviznin gjilpërat me saktësi. E dini diçka, tha Elira, duke ndaluar së luajturi, kur nuk kam qenë kaq e lumtur sa jam tani. Ardiani shikoi vajzën. Edhe pas gjithë asaj që ndodhi, sidomos pas gjithë asaj që ndodhi. Sepse tani e di se kush më do vërtet. E di se kujt mund t'i besoj. Dhe mësova se pasuria e vërtet nuk është në llogari bankare, por në momente si ky. Fatimia buzëqeshi, syt I shkëlqenin nga lotët e gëzimit. Nëna jote do të ishte shumë krenare për ty, lulja ime. Dhe për ty, Fatime, shtoi Ardiani. Teuta e dinte se çfarë po bënte kur të kërkoi të kujdeseshe për Elirën. Ajo pa tek ti diçka që mua më mori shumë kohë ta njohja, një nënë e vërtet nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria dhe përkushtimi. Të tre qëndruan aty ndërsa dielli perëndonte, tre njerëz të bashkuar jo nga biologjia apo kontrata e punës, por nga diçka shumë më e fortë, nga vështirësia që përballuan së bashku dhe nga dashuria që zgjodhen të kultivonin. Muajt u shndërruan në vite. Prona, kodra e diellit, lulëzoi si projekt social duke marrë njohje kombëtare. Elira u diplomua me nota të shkëlqyera dhe hapi një klinikë veterinare në pronë, duke ofruar shërbime falas për prodhuesit e vegjël të rajonit. Ardiani, më në fund në paqe me veten, gjeti një marrëdhënie të re, këtë herë me një mësuese të shkollës bujqësore, një grua të thjeshtë dhe të sinqertë që e donte tokën aq sa ai kishte mësuar ta donte. Dhe Fatimia? Ajo mbeti matriarkja jo zyrtare e familjes, ngjitësi që I mbante të gjithë të bashkuar. Historia e Valentinës u bë një përrallë paralajmëruese, por edhe shpengimi. Jo shpengim për antagonisten, por për ata që I mbietuan asaj. Ardiani mësoi se dashuria e vërtet kërkon prani dhe vëmendje. Elira mësoi forcën dhe qëndrueshmërinë e saj. Dhe Fatimia më në fund mori njohjen që e kishte merituar gjithmonë, duke dëshmuar se heroizmi vjen në të gjitha format, madje edhe në atë të një kujdestareje të vendosur që refuzoi të qëndronte në heshtje. Dhe kështu, në pronën kodra e diellit, mes fushave të gjelbra dhe qiejve blu, një familje që gati u shkatërua nga lakmia dhe manipulimi, rilindi më e fortë, më e mençur dhe më e bashkuar se kurrë. Sepse në fund, luksi I vërtet nuk gjendet në pallate mermeri apo llogari bankare të majme, por të njerëzit që zgjedhin të duam dhe që zgjedhin të na duam përsëri, pa kushte dhe me të vërtetë.